Përshëndetje miqtë e Radio Jani dhe mirë se vini në Biofolk. Këndodhemi në hallin e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit, ku u organizua një aktivitet mjaft i bukur thesaret e Tiranës sime nga Fondacioni Tradita Popullore në Bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës me presidente zonjën Elira Sulej, ku prezantua albumi fotografik me veshje popullore tradicionale të krahinës së Tiranës, me pjesëmarrjen e vallëtarëve të ansamblit kombëtar të këngëve dhe vallëve popullore, të një sfilate me kostume popullore dhe një pjesëmarrje e veçantë e këngëtares mirënjohur Irma Libohova, e cila përveç se këndoi disa këngë të njohura popullore të trevës së Tiranës, por prezantoi edhe këngën e saj më të re që i dedikohet Tiranës. Një aktivitet që u pasqyrua pra me veshjet kombëtare popullore të Tiranës dhe natyrisht pra u prit mjaft mirë dhe nga spektatorët të pranishëm dhe të ftuar nga Fondacioni Tradita Popullore. Tirana dhe trevat përreth saj përbëjnë një pasuri të rrallë etnografike, ku çdo fshat mbart në vetvete një identitet të veçantë, të shprehur me mjeshtëri përmes veshjeve tradicionale. Në këtë mozaik të pasur kulturor, çdo krahinë dallohej për ngjyrat, qëndisjet dhe stilin e kostumeve të saj, duke krijuar kësaj një hartë të gjallë të shpirtit popullor. Në këtë album fotografik janë paraqitur një përmbledhje e veshjeve që kanë mbijetuar deri në ditët e sotme, disa prej tyre autentike, të ruajtura me dashuri brez pas brezi, e disa të tjera të rikrijuara dhe ringjallura me përkushtim nga Fondacioni Tradita Popullore, në përpjekje për të mos lejuar që kjo trashëgimi të tretet në harres. Jemi me zonjën Elira Sulej, që është presidente e Fondacionit Tradita Popullore, që sot në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë organizoi këtë event kaq të bukur, ku prezantua dhe albumi me fotografi të veshjeve popullore të krahinës së Tiranës, të realizuara patjetër pra me një mjeshtëri të madhe artistike nga Elira dhe bashkëpunëtorët e saj. Elira, e ke nisur me Tiranën sepse është origjina juaj, pra është një ide interesante dhe u prit mjaft mirë nga gjithë të pranishmit. Padyshim ke emocione, sepse ishte diçka që është dashuria dhe pasioni që jep për këtë fushë të veshjeve popullore dhe e ke treguar gjithmonë me pasion dhe vlerat që ke shfaqur pra edhe në bashkëpunime me të tjerë. Në fakt, edhe falënderimi im i parë është për Bashkinë Tiranë, por për të gjithë bashkëpunëtorët që ishin pjesë sonte në këtë event. Por nuk e di, me këtë album më duket sikur kam filluar të zgjoj atë ëndrrën time. Të gjithë më thonë, mbaruan çmenduritë tuaja? Unë i them jo, tani kanë filluar. Në fakt, vërtet ishte një ëndër e përhershme që ne çfarë kemi fond të trashëgimisë kulturore, të japim sa më shumë mundësinë për ta përcjellë në breza. Falenderoj shumë të gjithë ato historian, etnograf, të cilët na kanë lënë një pasuri të jashtëzakonshme dhe ka ardhur deri në ditët e sotme me shumë vëllime. Janë 5 vëllime të veshjeve tradicionale nga gjithë Shqipëria, Kosova, por unë jam munduar që ky album të vinë në një formë artistike dhe të tregoj që dhe në 2025 akoma ne kemi, pavarësisht trashëgimisë kulturore që ne kemi dhe në këtë album janë veshjet e vjetra, por kemi artizan dhe artizan
për mua është fjalë shumë e vogël për ta thënë për ato njerëz të cilët kanë punuar për këto veshje, kanë punuar për këtë album. Për faktin sepse ato gra ruajnë një mjeshtri të jashtëzakonshme që ka udhëtuar me breza të tërë dhe ka ardhur në ditët e sotme. Iniciativa për të ndërtuar të tilla gjëra nuk është e para e imja, por unë, siç thash, krahas veshjeve të vjetra, jam munduar të lë edhe veshje të rindërtuara, që mbas disa viteve kjo pasuri që ne po ndërtojmë sot t'i ngelet brezave që vijnë. Gjithashtu jemi munduar që nëpërmjet këtij albumi të tregojmë pjesë të veçanta të veshjes, teknikat me të cilët ndërtohet veshja, atë historikun e vajzave të cilët merrnin një paj me vete që ishte e gjithë pasuria që mund të kishte ajo nga familja ku lindte dhe si thuash kujdesi dhe bukuria me të cilën tregohet për vajzat dhe për djemt për si thuash aparencën e tyre, por edhe kujdesi i shqiptarëve në kohra për të shijuar të bukurën, për ta prezantuar të bukurën. Kjo është një gjë që vërtet unë jam munduar ta ruaj, por të gjithë më thonë sa modelet bukura janë. Jo, s'kam bërë asgjë, kam kopjuar popullin tim, për faktin sepse unë jam vetë gocë Tirane dhe detyrimisht e kam filluar nga veshjet e Tiranës. Shpresoj që vërtet unë të kem një rrugtim të gjatë në këtë fillim të sotëm, sepse ne jemi një vend me të cilin në hartë mund dukemi i vogël, por jemi shumë i madh nëse dhe i pasur, nëse ne do ta përkufizonim me sasinë dhe numrin e veshjeve që kemi. Unë jam munduar që jo vetëm veshjet që ne mund t'i kemi në fond muzeu, apo në fonde të cilat janë prezantuar, jam munduar që të kem veshje që kanë dalë nga arkat e grave, jam munduar që të rindërtoj të tilla veshje, jam munduar të ruaj çdo element të tyre për ta pasur çdo i ri dhe çdo e re në dorën e tyre për ta përdorur atë, madje siç e themi të gjithë, është kthyer vërtet në një trend dhe besoj edhe unë kam kontributin tim, me modesti dua ta them, që kemi ndërgjegjësuar njerëzit për veshjen origjinale. Unë kënaqem kur këtë veshje, si thuash, e kanë me kënaqësi të rinj ta bëjnë fotografi, e kanë me kënaqësi vajzat dhe djemt brenda dhe jashtë Shqipërisë ta mbajnë të veshur, sepse është vërtet e bukur. Kjo veshje tradicionale për mua, e them shumë herë, ka luftuar me kohrat dhe ka ardhur deri në ditë, është aq e bukur sa atë e ka skalitur koha dhe ne nuk mund ta prekim atë. Kam gjithmonë një shprehje, jetojmë në kohën kur, si thua, kompanitë më të mëdhaja mundohen të nxjerrin çdo vit nga një koleksion. Dhe ai koleksioni që del vitin pasardhës e hedh koleksionin e vitit paraardhës. Ndërsa këtë veshje kanë udhëtuar me vitet e tëra, janë përballur dhe me këto koleksione dhe akoma qëndrojnë shumë bukur përballë këtyre koleksioneve. Dhe kjo është ajo që unë them se këto veshje janë të gdhëndura, jo të qëndisura. Dhe jemi me Flavio Gjaferi, solist valltar pranë ansamblit kombëtar të këngëve të vallet popullore. Flavio, përveç se i talentuar në valle, kjo është një gjë e re për ty që të pozosh në një album fotografik me veshjet popullore të krahinës së Tiranës. Nëse na ndan me ne eksperiencën tuaj. Është, siç edhe ti hera parë për mua, që marr pjesë në një album ku jam imazhi i traditës, e kuruar kjo nga Edlira Sulaj, që është nga persona që respektoj shumë dhe jam shumë falenderues
që ja dham këtë mundësi bashkëpunimi njëri tjetrit. Është një herë e parë për mua, për çdo që ka një herë të parë. Kam qenë shumë i emocionuar me thënë të drejtën dhe sot kur pash albumin ishte një kryevepër. Më pëlqeu jashtëmase shumë dhe falenderoj nga zemra. Në fakt ti shkëlqen në të gjitha vallat e trevave, të Veriut, po edhe të Jugut, po edhe të Tiranës. Dhe duke veshur dhe kostumin e Krajinës Tiranës, ndoshta vallja plotësohet, performanca del më e bukur për publikun. Tirana është një zonë elegancë, qefli, kryeqytet. Më kupton, është më qytetare se sa vallet e Krajinës së Veriut që janë epike, burrore, male. Ishte hera parë dhe ishte një eksperiencë e bukur. Cilin nga fotografitë do të veçoje nga ato që ke realizuar për albumin Thesaret e Tiranës sime? Nuk do veçoja asnjë, të gjitha janë shumë të bukura, si fotografiat e mia personale, si të grupit, të gjitha fotografitë janë perfekt. Me vallëtaren e ansamblit kombëtar të këngëve dhe vallëve popullore, Katerina Konini, që edhe ju, përveç se vallëtare në ansambël, por keni pozuar në albumin Thesaret e Tiranës sime me veshjet e Krajinës së Tiranës. Si ishte si eksperiencë të pozosh me kostum popullor të Tiranës? Me thënë të drejtë, ku më erdhi kjo ofertë, do me thënë isha tepër e kënaqur dhe do ta bëja me gjithë shefin tim, sepse fundja fundit janë veshjet e traditave tona shqiptare dhe shumë të bukura, dhe ishte kënaqësia ime më e madhe. Bashkëpunimi me Lirën, besoj ka qenë më përpara? Po, kam bashkëpunuar shpesh herë, sepse normale kemi eventet tona dhe marrim kostume nga Lira dhe kemi për kohë të gjatë. Besoj që nëse Lira do të vazhdoj të bëj dhe albume fotografike për krajinat e tjera, do jesh okay për bashkëpunim? Po, sigurisht. Do pranoja me gjithë kënaqësinë time. Rej Berisha, një vallëtar solist pranë ansamblit këngëve dhe vallave popullore që je dalluar sidomos në vallet e Tiranës. Pra gjithmonë ku ka shfaqje ansambli vallet e Tiranës ti, po ta them Tiranë se i qanë. Ke pozuar në bashkëpunim me Lirën, me traditën popullore, në një album për kostume popullore të Krajinës Tiranës. Nëse na tregon për eksperiencën, sepse ka qenë një muaj punë në për vende të njohura të bukura të Tiranës dhe natyrisht është eksperiencë e bukur për ta ndarë jo vetëm veshja që e veshur, por edhe pamjet fantastike që ka krajina e Tiranës. Një nga bashkëpunimet më me vlerë që kemi bërë deri tani është ky, për krah e Lirës, e cila është imazhi kryesor për veshjet shqiptare dhe kombëtare, siç e shihni edhe vet. Dhe po të shikoni edhe fotot, janë bërë në disa vende kryesore, siç është Kalaja e Prezës dhe e Pezës. Dhe ka qenë një eksperiencë goxha e mirë për ne, edhe është një bonus dhe një plus shumë i madh për gjithë ne dhe për të vazhduar që njerëzit jashtë dhe kudo që janë të njohin traditën e krajinat tona. Sot ishte një event dedikuar kostumeve të Krajinës së Tiranës. Pra Lira është e vetmja që përfaqëson më së miri pra vlerat e veshjeve popullore, jo vetëm Tiranës, por të gjithë krajinave të Shqipërisë. Sot ishte për Tiranën. 2 fjalë për event. Lirën e kemi vlerën e vlerës. Do me thënë, nuk di si ta etiketoj. Është event që besoj nga të gjitha krajinat me që Lira e ka preardhjen këtu, ky i fle dhe në zemër. Unë pash këtu sot që kishte edhe stenda, për shembull një vajzë nga Tropoja, kishte gjëra shumë bukura. Dhe për hir të vërtetës, domethënë Lira është një nga ato që eksploron, sepse Shqipëria jonë e dashur, Shqipëria jonë e bukur, që duhet t'ia dim këto pasuri dhe këto vlera që ka, është një mrekulli. Dhe jo shpeshherë, po gjithmonë mendoj që duhet t'i flasim mrekullitë që kemi.